drejtues të medreses. Në ambientet e xhamisë së Plumbit në Shkodër u promovua libri më i ri i drejtorit të Qendrës për Hulumtime Minber, Dr. Ferit Piku, me titull Kontributi i autorëve shqiptar në fushën e shkencave kuranore gjatë periudhës osmane. Ceremonia mblolli studiues, përfaqësues të komunitetit musliman dhe të ftuar të tjerë, të cilët vlerësuan rëndësinë e këtij botimi si një kontribut në pasurimin e studimeve mbi trashëgiminë intelektuale shqiptare. Personalisht e njoh shumë mirë angazhimin dhe lodhjen e autorit për të na sjellë si soi i kësaj vepre me vlerë të madhe. Nuk e teproj as pak kur them me të madhe se është mirësia e Zotit që në mesin tonë kemi studiues të këtij kalibri, që jetën ja kanë kushtuar angazhimit për të nxjerrë në pa të vërteta të mëdha nga një histori e pasur që paradoksalisht fare pak njihet tek ne dhe çuditërisht me shumë përhapen të pavërteta, tryllime dhe legjenda rreth saj, se sa të vërteta të mëdha që kur zbulohen para masës, së bashku me argumentet përkatëse, del në padia e madhe rreth këtyre gjurmëve të drishme dhe kontributeve të jashtëzakonshme të dietarëve arnaut në periudhën e lavdishme të historisë sonë osmane. Autori i librit, Dr. Ferit Piku, tha se studimi është mbështetur në burime shkencore dhe synon të sjellë një pasqyrë objektive të rolit të autorëve shqiptar në shkencat kuranore gjatë periudhës osmane. Ai theksoi se interpretimet e njëanshme ose ideologjike rrezikojnë të lënë në harres një pjesë të rëndësishme të historisë kombëtare. Parat kam pas thënë që nuk ka gjë më të mirë se sa kur bashkohet vlera e vendit me vlerën e kohës dhe me vlerën e njeriut. Në këtë vend ku jemi sonte, kam përshtypjen me lejet Allahu xhaleshanu janë bashkuar të treja. Janë bashkuar të treja sepse edhe vendi ku jemi është mjaft simbolik. Nën toka e tij është më e rëndësishme se sa ndoshta mbi toka ajo që shikojmë dhe fal Zotit kemi mbi tokë diçka që na kujton nën tokën. Kjo është xhamia e Plumbit, ajo xhami e cila ka dëshmuar për breza dhe me lejet Allahut do të dëshmojë deri në ditën e Kiametit. Është bashkuar vlera e kohës, sot është ditë e Xuma dhe është koha përpara akshamit për të cilën kanë thënë ulemat që duat e ditës së Xuma nuk refuzohen tek Allahu xhaleshanuhu dhe unë me këtë rast duan time po ju ftoj dhe juve të bashkangjiteni kësaj duaje ta bëjmë për ulemat tonë, për dietarët tanë, për ata njerëz të cilët nuk kanë dash gjë tjetër veç se kënaqësinë e Zotit e që të vijë dikush nga stërniprit e largët të tyre të bëjë një dua për shpirtin e tyre. Përmes këtij botimi, Dr. Piku argumenton se shqiptarët kanë qenë pjesë aktive e jetës akademike dhe fetare të perandorisë osmane, duke dhënë kontribute të rëndësishme në fushën e shkencave kuranore dhe disiplinave të tjera të dijes. Libri synon të shërbejë si një referencë për studiuesit dhe lexuesit e interesuar për historinë e mendimit islam dhe kontributin e autorëve shqiptar në këtë fushë. Sa shënime shumë interesante